Tragjedi në Itali. Dje kishte ditëlindjen. 22 vjeçari shqiptar humbi jetën kur shkoi në Një tragjedi ka ndodhur në Friuli të Italisë, atje ku një 22 vjeçar shqiptar ka humbur jetën gjatë punës në fabrikë. Viktim mbeti Daniel Tafa. I riu punonte me një makineri për stampimin e ingranazheve industriale, kur një kallëp i nxehtë metali ka shpërthyer dhe një copë e ka goditur 22 vjeçarin në shpinë. I ndjeri ka humbur jetën në vendin e ngjarjes. Një prej kolegëve të tij tregoi për median vendase. Ishte vendosur një copë në presë për të kryer një testim. Nuk e di se çfarë ndodhi, por kjo pjesë doli nga vendi dhe e goditi. Danieli kishte festuar ditëlindjen e 22 me 24 mars, ndërsa pak orë më vonë kishte shkuar në punë në turnin e natës. Për ngjarjen ka nisur hetimi. Për të zbuluar nëse shkak i incidentit ka qenë mosfunksionimi i makinerisë apo një gabim njerëzor. Pak ditë më parë, një tjetër shqiptar, po në moshë të re, ndoroi jetë gjatë punës në një fermë. 31 vjeçari, i quajtur Gentian, po ngjiste një traktor kur për arsye të paqarta mjeti ra në një kanal dhe u përmbys, duke zënë për fund të riun.